22 prilli shënon ditën ndërkombëtare të planetit Tokë, një datë që në mbar botën i kushtohet ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen e burimeve natyrore dhe rëndësinë e kujdesit ndaj planetit ku jetojmë. Kjo ditë shërben si thirrje për përgjegjësi të përbashkët dhe veprime konkrete në mbështetje të natyrës. Me këtë rast, në shkollën fillore Bashkimi në Skoraq u zhvillua një aktivitet me fokus ruajtjen e mjedisit dhe rritjen e ndërgjegjësimit të nxënësit për rëndësinë e kujdesit ndaj natyrës. Në qendër të aktivitetit ishte riciklimi, ku nxënësit përmes materialeve të riciklueshme përgatiten punime të ndryshme kreative, duke treguar se edhe gjërat e përdorura mund të marrin vlerë të re përmes imagjinatës dhe punës. Po ashtu në kuadër të kësaj dite u realizua pastrimi i oborrit të shkollës, lyerja e gardhit rrethues si dhe aktivitetet e tjera kreative me karakter edukativ. Një pjesë e rëndësishme e programit ishte edhe mbjellja e ullinëve, si simbol i jetës, paqes dhe lidhjes së ngushtë me natyrën. Përmes këtyre aktiviteteve, shkolla fillore Bashkimi dëshmoi edhe një herë përkushtimin në edukimin e brezave të rinj me vlerat që lidhen me mbrojtjen e ambientit dhe ndërtimin e një të ardhmeje më të gjelbër. Më shumë mbi rëndësinë e këtij aktiviteti dhe domethënien e shënimit të kësaj date, u shpreh drejtori i shkollës fillore Bashkimi në Skoraq, Luiç Dukaj. Pra, si të dini, shkolla jonë sot shënon ditën botërore të tokës, një datë shumë e rëndësishme për të gjithë ne, duke ditur që planeti Tokë është edhe shtëpia e të gjithë neve. Pse shkolla e shënon këtë datë kaq të rëndësishme? Mendoj se ne si shkollë duhet gjithmonë të potencojmë gjërat më të rëndësishme që fëmijët të mësohen për jetën, se si duhet të kujdesen për vendin në të cilin jetojnë dhe në përgjithësi për planetin tonë që është shumë i rëndësishëm. Fëmijët që nga mosha e vogël duhet të informohen me gjërat të cilat janë tepër të rëndësishme që t'i dijen se si duhet të ruajnë ambientin në përgjithësi. Duke ditur që kohëve të fundit kemi shumë çrregullime klimatike, kemi shumë gjëra të cilat janë duke e prishur planetin tonë. Ata duhet të dinë që me kontributin e tyre mund të vijë deri tek përmirësimi i planetit, mund të vijë deri tek përmirësimi i kushteve dhe kështu pra, si të po shihni edhe ju vetë me kamerën tuaj, nxënësit kanë dhënë disa modele të ndryshme se si mund të ruhet toka, si mund të ruhen burimet natyrore, si mund të ruhen burimet e ujit, si mund të ruhet energjia dhe në këtë mënyrë pra besoj që dita ditës ata do të vetëdijsohen çdo ditë e më shumë në përmes aktiviteteve të tilla sikurse është ky aktiviteti sot që kanë organizuar së bashku me mesimdhënësit e tyre, të cilët i falenderoj për punën e tyre të palodhshme, gjithmonë janë të gatshëm që të këta fëmijë të kalojnë njohuri, të cilat janë normalisht të vlefshme dhe të mira për jetën e tyre në të ardhmen. Atëherë cili do ishte edhe mesazhi juaj me rastin e ditës ndërkombëtare të planetit të Tokës? Duke ditur pra që planeti Tokë është shtëpia të gjithë neve, unë i sugjeroj të gjithë pa marrë parasysh moshën, pa marrë parasysh profesionin të cilin ne kemi, të gjithë të kontribuojnë në ruajtjen e planetit, të gjithë të ruajnë energjinë, të gjithë të ruajnë ujin, të gjithë të kyçemi me mbjelljen e fidaneve të reja, sepse në këtë mënyrë të gjithë do të japim atë kontributin tonë që planeti ynë të jetojë sa më gjatë dhe të jetojmë në një vend sa më të shëndetshëm në të ardhmen. Ndërsa më shumë mbi aktivitetet e realizuara në kuadër të kësaj dite, foli Fedra Gojçaj, profesoresh e biologjisë. Natyrisht unë si profesoreshe e biologjisë çdo vit mundohem që në këtë ditë të zhvilloj aktivitete nga më të ndryshme, duke rritur kështu ndërgjegjësimin e fëmijëve, por përmes rritjes së ndërgjegjësimit të tyre, ne të përcjellim një mesazh të duhur në ditën ndërkombëtare të planetit Tokë dhe rrethit ku neve jetojmë. Pavarësisht se jemi një shkollë e vogël me një numër të vogël nxënësish, siç po e vëreni dhe ju vetë, të gjithë janë të gatshëm për të bashkëpunuar dhe për të ndihmuar në mbrojtjen
ruajtjen apo në ruajtjen e planetit ton Tokë. Ne kemi pasur kësaj here në fokus riciklimin nga vetë fakti sepse po është edhe në qendër të vëmendjes faktikisht riciklimi dhe kam dashur që nxënësit të kuptojnë se përmes mbetjeve ne mund të riciklojmë dhe mund t'i kthejmë ato në lojra apo në objekte të cilat mund t'i përdorim në ditët tona. Dhe vërtet ata janë treguar shumë të talentuar, shumë kreativ, sërish dua ta theksoj se kemi numër të vogël nxënësish dhe kanë marrë pjesë vetëm nxënësin nga klasa 6 deri në klasën e 9 sa i përket riciklimit. Ndërsa aktiviteti tjetër ka qenë edhe natyrisht pastrimi i oborrit të shkollës, jo vetëm brenda shkollës, por kemi dalur edhe jashtë shkollës, kemi pastruar kudo që ka pasur mbeturina dhe shoh që nxënësit vërtet kanë qenë jashtëzakonisht të angazhuar edhe në këtë pjesë, duke qenë se shohim që qeset janë plot, mbeturina ka kudo, por kjo do të thotë që neve i hedhim mbeturinat do kudo, por nga ana tjetër edhe neve po i pastrojmë ato mbeturina dhe të gjithë ata të cilët ndoshta edhe do shikojnë këtë aktuale, do vërejnë që nxënësit vërtet duan që të kenë një obor të pastër, rreth oborrit të shkollës të jetë vendi sa më i pastër dhe të kujdesemi natyrisht për shëndetin e tyre dhe të gjithëve që jetojnë këtu në afërsi. Gjithashtu, një tjetër aktivitet është edhe punimet të ndryshme që kanë bërë nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5, me vizatime, duke vendosur duart e tyre sa i përket planetit ton Tokë për ta mbrojtur ato me duart e tyre të arta, sepse njëra dorë ndihmon tjetrën dhe kështu së bashku të gjithë mund të ndihmojmë në ruajtjen e shtëpisë sonë të përbashkët, siç i ka mësuar nxënësit që ta kuptojnë që i vetmi vend që është i përbashkët është planeti jon Tokë, ashtu që të gjithë duhet të kontribuojmë në këtë drejtim. Kemi edhe një quiz sa i përket njohurive që ata i kanë arritur gjatë vitit në lëndën e ekologjisë dhe do luajmë, do garojmë, ekipi më i mirë do shpallet edhe fitues dhe do shpërblet, si dhe do bëjmë edhe përzgjedhje nga juria, do bëjmë përzgjedhjen e riciklimit më të bukur. Gjithashtu, drejtori ka vendosur që sot të bëjmë pse jo dhe një tjetër aksion shumë interesant është lyrja e parmakeve të shkollës dhe të japim më gjadëri pikërisht në këtë ditë ndërkombëtare të planetit dhe lash në fund të përmendim edhe mbjedhjen e fidanëve të ullirit që vërtet jam shumë e lumtur që pothuajse çdo vit neve së paku një kemi vendosur ta mbjedhim. Kurse këtë vit patëm sponsor dhe arritëm deri tek numri 7 ullit të mbjedhin në shkollën tonë dhe jam jashtëzakonisht e lumtur sepse ulliri është pema e jetës, ashtu që t'i japim jetë dhe gjallëri dhe natyrisht të jetojmë sa më gjatë të gjithë në mënyrë të shëndoshtë dhe kjo shkollë të mbahet mend edhe gjenerat pas gjenerate të mbajnë mend se këta nxënës kjo gjenerat kanë mbjedhur 7 ulli, gjenerata tjetër 2, 3 sa kanë pasur mundësi dhe vërtet besoj është një mesazh jashtëzakonisht i bukur dhe pat edhe ju vetë nxënësit me lopata të gjithë të angazhuar dhe të gjithë vërtet shumë u kënaqën. Besoj që ishte një aktivitet i qelluar në ditën ndërkombëtare të planetit Tokë për të përcjellur një mesazh të duhur dhe uroj shumë që këto mesazhe të jenë çdo ditë të pranishme tek të gjithë ne dhe të mundohemi të gjithë, si ne mësimdhënësit, por edhe prindrit, i gjithë komunitetit të jap mesazhe sensibilizuese në mbrojtjen e planetit Tokë, sepse vërtet kemi për nevojë dhe t'i ruajmë ato burimet natyrore që i kemi, mos t'i keq përdorim sepse duhen të vinë edhe gjenerata pas nesh dhe të mendojmë paksa për nipët, stërnipat tanë që do vinë. Ashtu që për një planet të shëndosh, të gjithë mund të jemi të shëndoshtë dhe të lumtur. Urime dita ndërkombëtare e planetit Tokë dhe të gjithë të kontribuojmë edhe tek shtëpitë tona, të vendosim të paktën nga një pemë mos tjetër dhe natyrisht ashtu do kontribuojmë në një farë mënyre në komunën tonë të bukur, komunën tonë që vërtet po lulzon kohëve të fundit, vërtet shoh që ka shumë mbjedhje dhe shumë pastrime, gjë që është për t'u lavdëruar. Gjithashtu shkurtimisht intervistuam edhe disa nga nxënësit pjesëmarrës, të cilët përmes punimeve të ndryshme shprehen kreativitetin e tyre dhe mesazhet për kujdesin ndaj mjedisit. Unë quhem Andrea Vezaj. Andrea, në cilën klasë je? Unë jam në klasën e 6. Sot po shënohet një aktivitet me rastin e ditës së planetit Tokës. A mund të na tregosh se çfarë ke punuar me këtë rast? Kam recikluar një tortë sepse po festojmë ditën e Tokës. Me trego cilat materiale ke përdorur për ta përgatitur tortën? Kartoni dhe letra. Po, të ka ndihmuar kush dhe sa orë, sa ke vënuar? Me ka ndihmuar motra dhe 1 orë kam vënuar. Mund të marrë një mesazh prej teje me rastin e kësaj dite? Duhet të rojmë planetin Tokë, me qenë se është shtëpia jote. Unë quhem Arjeni Gjoka.
Në cilën klasë je? Në klasën e 8. Me trego çfarë ke punuar në këtë aktivitet? Sot unë kom punuar globin, kom përdorë dronë dhe disa metale tjerë. Po sa kohë të është dashur të punosh ata? 2 deri në 3 orë. Të ka ndihmuar kush? Po, babaj. Me trego si po të pëlqen aktiviteti i ditës së sotme? Aktiviteti po me duket shumë bukur, e kanë organizuar shumë bukur. Po ndonjë punim tjetër, të pëlqen? Të gjithë punimet janë shumë të bukur. Mirë, duhet të marrë edhe një mesazh prej teje me rastin e kësaj dite. Të ruajmë planetin, mos të hellim mbeturina ku nuk duhet. Irena Gojçaj, Në cilën klasë je, Irena? natën. Me trego çfarë ke punuar në këtë aktivitet? sot? Sportin e mbeturinave plastike. Cilat materiale ke përdorur? Plastiken dhe kartonin. Me trego sa kohë të është dashur të përgatitesh këtë punim? Një gjysore. Dhe të ka ndihmuar kush? Jo. Mirë, do të ke punuar vetën dhe me trego, pse mendon se është të rëndësishme që të reciklojmë? Që mos ta ndotim planetin tonë. Edhe dua edhe një mesazh me rastin e kësaj dite. Të reciklojmë dhe ta ruajmë planetin tonë, mos të hellim mbeturina.
Ndërsa 23 prilli shënon ditën ndërkombëtare të librit dhe të drejtës së autorit, një datë që kremtohet në mbar botën për të nxitur leximin, dashurinë ndaj librit dhe vlerësimin e autorëve që përmes veprave të tyre pasurojnë dijen dhe kulturën njerëzore. Kjo ditë rikujton rëndësinë që libri ka në edukimin e brezave dhe në zhvillimin e shoqërisë. Në këtë rast, nxënësit e shkollës fillore Bashkimi po përgatisin një aktivitet edukativ kushtuar kësaj date, përmes të cilit do të promovohen leximi, krijimtaria dhe rëndësia e librit në jetën e përditshme. Në kuadër të programit pritën prezantime të ndryshme, interpretime letrare dhe aktivitete që nxisin interesimin e fëmijëve për botën e librit dhe dijes. Ndërsa më shumë mbi rëndësinë e ditës së librit dhe aktivitetin e planifikuar, u shpreh drejtori Luiq Dukaj. Si të dini, edhe nesër është dita botërore e librit, një datë tjetër shumë rëndësishme. Ne si shkollë kemi përgatitur një program që nxënësit e kësaj shkolle me disa pika të ndryshme, si poezi, pika tjera muzikore, artistike, kanë shfaqur rëndësinë që ka libri, duke dhënë një mesazh të bukur se me lexim pasurojmë mendjen tonë, informohemi në mënyrë më të besuar, sepse libri është, si të dimë të gjithë, burimi më i rëndësishëm dhe më i saktë i njohurive që mund të marrë një fëmijë. Kështu mund të them që fëmijët duhet të motivohen sa më shumë, të lexojnë libra, të japin mesazhe të bukura, të vetëdijsohen sepse shpeshherë kalojnë më shumë kohë edhe tek teknologjia, të lanë pak anësh teknologjinë, të merren më shumë me librin, sepse në këtë mënyrë do të kemi pra një pasuri më të madhe të imagjinatës sonë.